Tu nga tjeta uroj t'jeni mirë. Miq dashur, duke ju uruar një muaj të mbar i cili sapo ka nisur, kam dëshirë të ndalem në këtë moment për treguar një zhvillim të madh i cili po trondit të gjithë botën dhe që do ta trondis atë në të ardhmen për nga pasojat dhe për nga simbolikat që përfaqëson ai. Është duke u përgatitur në këtë moment që jam duke regjistruar këtë video, është duke u përgatitur logjistika e luftës së tretë botërore. Tomahawk do të shkojnë në Ukrainë, merret vendimi amerikan dhe ky është një zhvillim tejet i rrezikshëm. Ka zhvillime të jashtëzakonshme brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por nuk është ky momenti. Do t'ju them në një moment të dytë, është rrethuar Venezuela dhe është bërë gati rrezimi i Maduros. Çfarë po luhet dhe pse tani? Cilat janë mesazhet, cilat janë kodet? The Washington Post ka njoftuar gjithashtu se presidenti Maduro ka nisur të bëjë telefonatat e tij të fundit. A do të arratiset Maduro, a do të vritet, a do të vazhdojë të qëndrojë, a do të shkojë në Rusi, a do të shkojë në Kinë, a do të shkojë në Iran? Do t'i marrim vesh të gjitha. Është rrethuar, po bëhet gati nisja e luftës në Venezuela. Përse themi po përgatitet logjistika e luftës së tretë botërore? Sepse ardhja e nisja e goditjes së Venezuelës pikërisht në këtë moment është një simbolik e rëndësishme që ka të bëjë, vjen në të njëjtën minutë me marrjen e vendimit për dërguar Tomahawkët amerikan, këtë raketë të rrezikshme, e cila kishte qenë pra subjekt analizash dhe marrje dhënie ndërmjet Putinit dhe Trumpit. Do ta çojmë, s'do ta çojmë, do ta marrim, s'do ta marrim. Do t'ja japim Ukrainës, nuk do t'ja japim, një herë do t'ja japim, një herë nuk do t'ja japim. Tani u mor vendimi. Trump ka vendosur ta shpërthej. Pse? Sepse jemi përpara goditjes madhe. Jemi përpara luftës së tretë botërore që ka nisur me kohë. Por çfarë po ndodh pikërisht tani? Pse tani? Dërgimi i Tomahawkëve në Ukrainë dhe dhënia e dritës jeshile për Zelenskin që të godas sektorin e naftës dhe rafineritë ruse dhe logjistikën ruse brenda zemrës së Rusisë është një tendencë për të testuar reagimin e Putinit dhe çfarë do të bëjë ai. Do të goditet një herë, dy herë, tre herë, katër herë. Amerikanët kanë thënë, kanë njoftuar, Pentagoni që ka marrë vendimin për të çuar tashmë Tomahawkët në Ukrainë ka thënë që amerikanët kanë 4150 raketa Tomahawk në gjendje. Tani kur thonë ata, nuk ju e kuptoni që nuk thuhen shifrat asnjëherë në publik, shifrat e vërteta. Përse thonë që kanë 4150? Thonë sepse nuk e kemi problem, thotë, të çojmë 50-100 raketa në vit për Ukrainën. Por çfarë i bëjnë këto Ukrainës? Këto mund t'i shkaktojnë dhimbje të mëdha Rusisë dhe mund të godasin brenda logjistik, infrastrukturë dhe veçanërisht sektorin e naftës. Pse goditet sektori i naftës? Që të paralizojë fuqinë e Putinit për të financuar luftën. Në kohën e fundit, unë ju kam njoftuar tek videot e mëparshme se si Kina dhe India hoqën dorë nga përplasja e Amerikës për naftën e Rusisë dhe morën vendim që të mos marrin naftën e Rusisë. Çfarë ndodh? Ndodh që Kina tashmë e ka thyer embargon dhe ka filluar marrjen e naftës së Rusisë në mënyrë kontraband, pra nga deti. Dhe ky është një hap që tregon se Kina do të vazhdojë të marrë naftë nga Rusia, por jo me sasitë që ka pas marrë. Përse Trump nis pikërisht tani sulmin ndaj Venezuelës, apo bëhet gati në orët e fundit për të nisur Venezuelën? Sepse është naftëmbajtësja më e madhe e botës. Dhe për të shkuar në luftën e tretë botërore, siç ua kam thënë, ka nevojë edhe për Tomahawk, ka nevojë edhe për raketa, ka nevojë për naftë, ka nevojë për hekur, ka nevojë për çelik, ka nevojë për minerale të rralla. Për këto nis lufta e madhe tani. Venezuela është hambari më i madh në planet i naftës. Kontrolli i naftës së Venezuelës para nisjes luftës tretë botërore dhe kontrolli i mineraleve dhe i minierave dhe i logjistikës së mineraleve të rralla është paradhom e luftës tretë botërore, sepse Europa dhe Amerika po përgatiten pikërisht për këtë. Rrethimi i Maduros dhe i regjimit të tij është një tregues që është marrë vendimi
për të marrë në kontroll naftmbajtsen më të madhe në botë, sepse në çdo lloj goditje ndaj Rusisë, nëse Tomahawkët në Rusi do të ndryshojnë ekuilibrat në terren atje dhe në luftën në mes Ukrainës dhe Rusisë, do të thotë që do vim në një moment ku mund të shpërthejnë tregjet globale. Çdo të thotë mund të shpërthejnë tregjet globale në qoftë se goditen rafineritë e Rusisë nga Tomahawkët që do t'i përdorë Ukraina në zemër të Rusisë, dhe Putini nuk është në gjendje të kundërveprojë apo të kundërreagojë, do të thotë që do haj goditjen e 2, e 3, e 5 dhe 7 e kështu me radhë. Çështja është që goditja e naftës së Rusisë, si njëri nga eksportuesit më të mëdhenj të naftës në nivel global, do të rëndisë dhe do t'i vërë flakën të çmimeve të naftës në gjithë planetin. Dhe kur themi çmimet të naftës në gjithë planetin, kemi thënë transporti, kemi thënë energjia, kemi thënë infrastruktura, kemi thënë prodhimi, kemi thënë fabrikat e Kinës, kemi thënë që është fabrika e botës, kemi thënë gjithë zinxhiri i prodhimit, kemi thënë zinxhiri i ushqimeve, do të thotë edhe tek buka jote që do të hash nesër, do të ndikojë. Prandaj, Trump për të ulur barrën e këtyre goditjeve që mund të shkojnë nga Tomahawkët në Rusi, nis tani jep urdhër për të marrë Venezuelën, që në mënyrë që në qoftë se goditet Rusia dhe nuk kemi përshkallëzim në Rusi, mushkëria e Venezuelës të nisë dhe të pompoj naftë për gjithë planetin, sepse bota do të vijë ke Amerika, pastaj do të thotë çfarë jeni duke bërë, sepse na çmendët, kjo lufta na shkatërroi gjithëve, sepse shkatërimi i çmimeve të naftës dhe hedhja në erë e çmimeve të naftës do të thotë hedhje në erë e gjithë zinxhirit të prodhimit dhe të ekonomisë botërore. Për këtë arsye duhet konsideruar, marrë në konsiderat ato që janë logjistika e luftës së tretë botërore, pra naftë, arë, Venezuela është naftëmbajtësja më e madhe në planet dhe vendi i dytë me rezervat e dyta të floririt në të gjithë planetin. Flori dhe arë. Sigurisht Trump ka thënë që do të shkojë sepse po do luftoj kartelet e drogës, por loja është përveç karteleve drogës që janë realitet dhe që e dëmtojnë Amerikën, pas një diskutim është përgatitja e logjistikës për atë që po vjen për përplasjen e madhe. Në qoftë se Maduro reziston, kjo do t'i hap punë Amerikës. Por në qoftë se Maduro arratiset dhe merr aeroplanin apo zhduket nëpër xhungël apo bie regjimi i tij, do të thotë që do të hyjmë në një fazë totale, absolute të kontrollit amerikan ndaj Venezuelës, që do të thotë përgatitje e Trumpit dhe e Europës për të bërë gati për përplasjen e madhe me Rusinë dhe me Kinën. Do të jetë thyrje kocka, shumë kam thënë këtë. Vjen momenti që duhet pyesim në këtë moment, a ka interes Putini dhe Kina dhe Irani që të bjerë Venezuela? Çfarë thot The Washington Post? Thot Maduro ka kërkuar prej Rusisë që të ndihmojë me radar dhe me armatime. Çka tregon që si fillim Maduro do të tentojë të bëjë rezistencë ndaj bombardimeve amerikane. Amerikanët do të bombardojnë, por do ta kenë shumë të vështirë të hyjnë me trupa në terren, sepse hyrja me trupa në terren është me risk shumë të lartë. Aq më tepër nëpër xhungla e nëpër pyje, nëpër kështu, risku për të humbur ushtar është shumë i madh. Ndaj amerikanët do të gjuajnë nga ajri, do të godasin brenda nëpërmjet programeve të CIA-s për të godit krerët e ushtrisë, për të provokuar dezertime në masë, për të ekzekutuar Maduron. A do të vritet Maduro apo do të arratiset apo do të luftojë deri në fund? Këtë do ta shohim bashkarisht, por ajo që po ndodh është se në terma të përgjithshëm, deri në këto momente Maduro po i aktivizon të gjithë çelësat e SOS. SOS pra ka lëshuar sinjalin e ndihmës, apelin e ndihmën nga aleatët e tij, që është Rusia, që është Kina, që është Teherani, që është Korea e Veriut, dhe deri tani reagimet kanë qenë shumë të vakta. Putini për shembull i ka dërguar një avion të madh me skrap, me armatime, të cilat i ka thënë që shiko se këto merri se mund të duhen, po ti e di që un kam frontin e Ukrainës të hapur dhe ti e di që un nuk mund të hapem dot kaq shumë, sepse kemi një luftë të hapur atje në Europë dhe nuk mundemi të vinë me të mbrojtë, o zoti Maduro.
pas një diskutim që Putini ka interes që Amerika të zhytet në baltën e Venezuelës dhe në llogaritë e përgjithshme të syrit të parë është në interesin e Putinit që Amerika të zhytet në Venezuela. Por Putin ka thënë që do t'ju ndihmoj aq sa mundet, do ju çoj në avion me skrap, por nuk kam fuqi të më ndihmoj strategjikisht. Dhe pa diskutim Putini e ka një front shumë të madh atje, përveç sanksioneve që kanë ardhur ndaj sektorit naftës, përveç bllokimit naftës dhe goditjeve që mund të marrë nesër. Dërgimi i tomahawkëve në Ukrainë dhe nisja e goditjes së infrastrukturës logjistikës dhe rafinerive të naftës ruse, sigurisht që do ta vendosë Rusinë në një moment jashtëzakonisht të rrezikshëm, jashtëzakonisht vështirë, të cilin Rusia do duhet ta menaxhojë. A do të nxjerrë Rusia taktiket bërthamore apo jo? Si do të reagojë Kremlini? Ky është një test të cilin duhet ta kalojë dhe po e vendos përpara testit Trumpi. Trumpi me tomahawkët bashkë me Amerikën, bashkë me Europën, pra. Ky do të jetë një test shumë i fortë për Putinin dhe në varësi se si do të kundërpërgjigjet Putini ndaj këtij testi, do të jetë edhe ritmi dhe intensiteti dhe strategjia për ta çuar më tutje llojin dhe formën e përplasjes ndërmjet Amerikës dhe Rusisë fillimisht dhe më ndërmjet Amerikës dhe Kinës më pas. Duke patur parasysh këtë fakt, ka njerëz që thonë a do të marrë leje Trump nga Kongresi dhe nga Senati, nga kështu. Puna është që Trump nuk po pyet fare as për Kongres, as për Senat, ka thënë jemi në luftën e tretë botërore, do të shkoj atje, ka çu ushtrin, ka rrethu Venezuelën dhe po bëhet gati për rrëzimin e Maduros. Në Amerikë atje brenda po thonë jo po duhet leja Kongresit, jo duhet leja Senatit, ky thot unë nuk pyes as për Kongres, as për Senat, jam në luftë, po më rrëzohet Amerika, America first, make America great again, do të shkoj të rrëzoj Maduro, thot. Duke patur parasysh se Putini është në interesin e tij, një, që Amerika të zhytet tek baltrat e Venezuelës. Dhe duke patur parasysh që Putini nuk e ka në interesin e tij që naftat e Venezuelës të bjerë në duart e Amerikës, sepse Amerika, edhe në qoftë se do t'i urdhëroj apo do t'i kërkoj miqve të saj në vendet e gjirit, Arabi Saudite, Kuvajtit, Katarit, Emirateve Arabe, Omanit, që të rrisin prodhimin e naftës për të kompensuar mungesën e naftës ruse në përtregje, në këtë moment pavarësisht nuk e mbulojnë dot të gjithë gropën që lejon apo që shkakton goditja e energjetikës apo goditja e infrastrukturës naftës brenda Rusisë. Dhe unë ua kam thënë këtë në analizat e mëparshme që mund t'i shikoni tek videot që janë poshtë para një muaj, para 2 muajsh, para 3 muajsh, para një viti, ua kam thënë në mënyrë milimetrike dhe me tekst. Amerikanët nuk duan ta godasin deri në fund Rusinë, jo se s'kan mundësi për pjesën e rafinerive të naftës dhe të infrastrukturës, jo se s'kan mundësi, por nuk duan. Pra administrata Biden thoshte që po e goditëm Rusinë brenda tek çdo naftë dhe kapitullimi i Rusisë shkatron tregjet globale dhe çon ekonominë botërore në kolaps. Pra ishte një pjesë e mendimit. S'ka rëndësi nëse Putin ka fuqi të reagojë apo jo. S'ka rëndësi nëse Putini do të reagojë me armë bërthamore apo jo. A do të përdor Oreshnikun apo këtë armën e re balestike që fluturon 14.000 kilometra pa u ndalur. Nuk ka rëndësi, po Putini ka fuqi të godas. Është fuqia më e madhe bërthamore e botës, mund të na çojë në kolaps. Problemi është që strategjia e amerikanëve në lidhje me goditjen e infrastrukturës dhe të logjistikës naftës ruse ishte e lidhur me kalkulimin që Rusinë do ta plagosim, do t'i shkaktojmë gjakderdhje, do t'i shkaktojmë hemoragji, por nuk do ta lëmë të kolapsojë, sepse kolapsimi i energjisë në Rusi do të shkatërronte gjitha tregjet globale. Duke patur parasysh faktin që
Putini është i interesuar tashmë që Venezuela të mos bjerë në duart e Trumpit dhe të Amerikanëve bashkë me Kinën, sepse Putini e di që marrja e Venezuelës nga Amerikanët dhe kontrolli i naftës Venezuelës do të thotë që çdo goditje e Ukrainës ndaj infrastrukturës të naftës brenda Rusi nuk do të shkaktojë të krizë të madhe në tregjet globale, sepse është pompa e Venezuelës e cila do të derdhë naftë në tregjet botërore dhe do të stabilizojë çmimet, do të stabilizojë çmendurinë. Për këtë arsye, këtu na bëjmë të dyshojmë si është e mundur që Putini pra nuk e ndihmon Maduron ashtu siç duhet dhe ashtu siç i ka hije, një aleati të madh. Sigurisht këtu ka disa pikpyetje. Pra, a mos është marrë vesh, mos ka ndonjë pak tjetër më të madh, sepse nuk i intereson pra edhe një herë as Kinës as Rusisë që Venezuela të bi në duart e amerikanëve, sepse do të stabilizohet tregi. Ja ka dhe minerale të rradha, ka dhe këtë. Kina lun me shumë kujdes. Maduro ka marrë Putini i ka thënë vlla kaq mund të bëj. Do të çoj ca aeroplana me skrap dhe kaq mundem me të ndihmu. Ka marrë aleatin tjetër Maduro në Pekinin dhe i ka thënë kinezëve ejani dhe më ndihmoni sepse po më rrëzojnë amerikanët. Si do ja bëj Kina tash? Kinezët janë shumë zgjuar dhe po luajnë me shumë kujdes. Nuk po hapen më shumë se ç'duhet dhe e kuptojnë kinezët që Venezuela është shumë llokëm e madhe për Kinën dhe është shumë larg Kinës dhe është e kujdesshme që të ruajë të gjithë energjitë e saj për një terren të cilin ajo e ruan dhe e kontrollon, që është deti i Kinës Jugut dhe Tajvani. Këto janë objektivat e Kinës në nivel afatmesëm. Afatgjatë mund të ketë shumë interesa Kina, por në nivel afatmesëm kinezët po kujdesen të mos gjuajnë asnjë fishek bosh dhe po grumbullojnë çdo pikë energjie për përplasjen e madhe me Shtetet e Bashkuara. Për këtë arsye, mbasi i ka mbyll telefonin Maduros Rusia, ka shku Kina dhe i ka thënë që shikose, unë kam hallet e mia, ne jemi vërtet, na bashkon Mao Zedongi, na bashkon Che Guevara, na bashkon Stalini, na bashkon Internacionalja Komuniste, na bashkojnë idealet e përbashkëta komuniste, por ne nuk kemi ndërmend të zgjerohemi, sepse strategjia e Kinës nuk është që zgjerohet. Ai thotë unë kam 5000 vjet qytetërim, thotë kur s'kemi pushtu i vend, thotë ne s'kemi nevojë të pushtojmë. Ai të pushto kinezit, të pushto me gota, të pushto me dërrasat, pushto me mjetet që kanë shtëpi gjithë. 90% çka kemi në përzyra, në për studio, në për shtëpi, 90% janë produkt kinez. Kështu të pushto kinezi. Tashmë lufta Kina e di që nuk është më vetëm e fabrikave, sepse këto mallrat kineze nuk janë më ato që e dominojnë botën. Jo për nga sasia, po për nga cilësia e para dhe e dyta, lufta për dominimin e botës është metalet e rradha dhe për semikonduktorët, që do të thotë teknologji, high tech dhe artificial intelligence. High tech pra teknologji e lartë dhe inteligjencë artificiale. Dhe për këtë arsye Kina i shpalli amerikanëve jo shumë kohë më parë pra luftën e mineraleve të rradha, duke monopolizuar mineralet e rradha dhe duke bë Amerikën që të luajë mënsh, dhe Trumpin, i cili vendosi tarifat dhe nisi shpalli atë që ju e dini dhe që kemi shpjeguar këtu, luftën e jashtëzakonshme tarifave. Ndaj kinezët, edhe pse mund të kenë synimet mëdha për të rritë, nuk shkojnë dot deri në Venezuela dhe i kanë thënë Maduros, vllai jon i internacionales, ne të duam shumë, do përpiqemi të ndihmojmë, do lutemi për ty, por nuk kena mundësi me të ndihmu më shumë se kaq, shife bëj vetë, shife si ta zgjedhësh, pse Kina nuk është e çmendur të vazhdoj të filloj të hapet si Gjermani në vaktit edhe të humbas energji. I do të gjitha energjit për Tajvanin, për detin e Kinës Jugut që të përplaset me Amerikët, se e di që po vjen minuta. Ndërsa Amerikanët po përpiqen të sigurojnë tashmë gjithë logjistikën që të bëhen gati për përplasjen e madhe.
Shkojnë bërthamore apo jo, zoti na ruaj. Unë nuk e di ta them këtë. As jam njohës i teknikave bërthamore, as i patriotëve, as i thatëve, as i tomahawkëve, i dëgjojmë, i flasim, sot kanë mbushje koka bërthamore që e shkrin planetin për 10 minuta. Gjithë. A do të shmendemi gjithë dhe të lujmë menç? Këtë nuk na pyet në njëri, se jemi të vegjël. As na pyet njëri, as na merr njëri leje. Loja tashmë po bëhet tepër e rrezikshme. Kina pra i thot nuk vi. Kina në të gjithë botën sot nuk ka asnjë lloj prezence që të thuash ka një prezencë të madhe. Ka një bazë ushtarake vetme jashtë Kinës që është në Xhibuti, në Afrikë. Ka edhe një bazë tjetër të spionazhit dhe të radarëve që e ka në Kubë. Edhe në Kubë po duan amerikanët e nxjerrin nga aty, siç do t'i nxjerrin tashmë nëse Amerika ja del ta pushtoj Venezuelën dhe do t'i përzon siç përzon edhe nga Panamaja. Pra, në Amerikën Latine dhe në Karaibe dhe në këtë pjesë të botës, Kina e di që nuk është çapa vet, nuk është fusha vet. Dhe çai ka thënë Maduros, nuk bëjmë dot gjë, nuk vim dot ne atje të luftojmë me ty kundër imperializmo americano, sepse është lojë e vështirë, është lojë ne vërtet jemi shok të internacionales komuniste, por ju e dini që ju keni hallet tona, ju keni hallet tuaja, ne kemi hallet tona, e Putini ka hallet e veta, Amerika ka hallet e veta, Europa ka hallet e veta. Nuk lëvizi as Kina. Merr telefon Maduro Teheranin, merr Iranin dhe i thot kemi nevojë për ndihmën tuaj, zotërinë e Iran. Iranianët sigurisht janë edhe ato dhelpra të vjetra, dhe i kanë thënë që shiko Maduro, ti e di që ne sapo dolëm nga lufta me Izraelin dhe ne po përgatitemi për raundin e dytë. Po përgatitemi për raundin e dytë me Izraelin, sepse iranianët e kanë të qartë që do vi raundi i dytë. A do të vi me knockdown, a do të vi pa knockdown, unë këtë nuk e them dot, sepse nuk merrem me parashikim as me lexim filxhani, por iranianët e dinë që po vjen përplasja e dytë. Dhe po përgatiten në dy fronte. Një, brenda Iranit me raketa balestike. Irani ka fabrikë të raketave balestike në Venezuela, por nuk prodhojnë gjë, prodhojnë vetëm 30-40 raketa balestike, që janë raketat Shahid. Është fabrika e Shahidit, të dronëve Shahid në Venezuela, që ka atje disa ushtar iranian dhe disa oficer ushtarak iranian, të cilët por strategjikisht 30 Shahid në vit nuk i bëjnë asgjë Venezuelës. Ndaj edhe miqt iranian i kanë thënë Maduros, zotni Maduro, ti e di që ne po përgatitemi për luftën e dytë me Izraelin, ti e di që do të na vi goditja e dytë dhe po përgatisin logjistikën, qoftë brenda Teheranit, qoftë me Hezbollah në jug të Libanit, që janë gati përpara shpërthimit të madh. Libani është përpara shpërthimit të madh, nga ora në orë, Izraeli mund të sulmojë, shkoi dje prap Tom Barak, ambasadori amerikan në Ankara dhe emisari Trump për lindjen e mesme, shkoi u takua me Nebi Berrin, shkoi u takua me Joseph Aunin, me presidentin, shkoi u takua me kryeministrin. As kryeministri, as presidenti, edhe pse janë pro-amerikan, nuk janë në gjendje të hynë në luftë me Hezbollahët brenda, sepse shkon vendi në luftë civile, po i mbajnë amerikanët me jo ta shohim këtë javë, jo ta shohim javës tjetër. Dje amerikanët shkuan dhe thanë keni humbë mundësinë më të artë për investimet arabe, për miliardat për këto, Izraeli mund godas Libanin. Hezbollahët sigurisht po bëhen gati edhe ata si Irani për të përballë me Izraelin në xhiron e dytë të përballjes dytë, po tashmë nga deti, po bëjnë përgatitjet për logjistik nga deti që të vijë mbështetja nga deti. Detin e kontrollon Izraeli, sepse ka shumë fuqi për të kontrolluar nga detin, ndërsa toka është e mbyllur tashmë sepse në Damask është Ahmed el-Shara, që erdhi me bekim amerikan, turk dhe izraelit, që erdhi në Damask, pra dhe ishte pjesë e një marrëveshje të madhe ndërmjet amerikanëve, turqëve, izraelitëve, rusëve dhe iranianëve pasi e hëngri Irani dhe pasi doli. Vendet arabe u bashkuan, më pas u bashkua princi i kurorës Arabisë Saudite, sepse ka lidhje dhe ka ndikim dhe nuk mund ta lë zonën bosh për ndikimet e tjera. Dhe shkoi ndërhyu, Erdogan ju kam thënë, ndikon me ministrin e jashtëm dhe njerëzit që e rrethojnë Al-Shara, ndërsa koka e Al-Shara si në dimensionin e saj strategjik është në Arabinë Saudite më shumë se sa tek zoti Erdogan.
Detajet pastaj mund t'ja shpjegoj në një moment të dytë. Për këtë arsye, loja e rajonit lindjes mesme ja pamundson iranianëve që të shkojnë dhe të mbyllin, të hynë në një betejë tjetër atje në Venezuela. Çka do të thotë që Maduro ose do të vritet ose do të luftojë deri në fund, nuk i dihet derisa ku, do ta shohim çfarë fuqish ka, çfarë energjish ka, ose do të arratiset, do shkojnë në Moskë ose do shkojnë në Pekin, a mund t'i japin amerikanët në mënyrë rrugë qetë për t'u arratis, apo mund ta vrasin fare, apo mund ta eliminojnë, dhe shefja e opozitës, ajo që zonja që mori çmimin Nobel për paqe, është gati për të drejtuar Venezuelën. Pra, ky është momenti, dashur miq, lufta e tretë botërore apo përplasja e madhe afrohet çdo ditë, paksohen minutat çdo ditë. 2026 do të jetë një vit tejet i nxehtë me temperatura jashtëzakonisht të larta, dhe Kina bashkë me Amerikën janë duke u përgatitur dhe janë duke parë mundësinë që përplasja e madhe të ndodhë 2027. A do ta bëjnë, a do të masin pulsin, apo janë duke përgatitur skema që të terrorizojnë secilën palë dhe të masin temperaturën tek sqetulla e secilës palë, këtë do ta shohim në vijim. Por duket qartë që Donald Trump dhe amerikanët, pavarësisht gjitha skemave, me dërgimin e tomahawkëve, do të ndryshojnë thelpsisht ekuilibrat dhe mënyrat e testit për nervat e Putinit. Këtë do ta shohim, si do t'i shkatërroj nervat e Putinit tomahawkët amerikan në Ukrainë, dhe si do të jetë ritmi i rrëzimit të regjimit Maduros në Venezuela, dhe çfarë do të ndodhë me përgatitjen e terrenit, infrastrukturës, së naftës, të Floririt, me që është vendi i parë për naftë në botë Venezuela dhe vendi i dytë për Floririn, është duke parë minerale të rradha, është duke shkuar në polin e veriut, është duke folë me europianët për minerale të rradha, është duke folë me vendet e tjera, është duke parë për të stabilizuar çmimet e qymyrit. Amerikanët tashmë në këto momente që po flasin janë duke diskutuar me Australinë, dhe Australia ka premtuar qymyr për gjithë logjistikën që duhet. Pra, po bën gjithë gati për përplasjen e madhe, po bën gjithë gati për të përgatitur logjistikën, po bën gjithë gati për gjithçka. Dhe ne duhet jemi gati për gjithçka, duke kuptuar çfarë ndodh dhe duke u përpjekur të përfitojmë sa të mundemi nga njohja dhe kuptimi i këtyre detajeve dhe i këtyre zhvillimeve të jashtëzakonshme. Ju uroj të gjithëve edhe një herë paçi një muaj të mbar. Ka zhvillime të jashtëzakonshme brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por do t'ju a them në një bisedë të dytë që nuk do të jetë e largët, të paçi gjithë një fundjavë që jetë muaj të mbar, dhe ju e dini pjesa tjetër e zhvillimeve vijon në numrin e aq.